Paralajmëron kryeministri Kurti, nëse ka komunikim të suksesshëm, qeveria Kurti 3 formohet para fatit me 26 tetor. Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka deklaruar sot se nëse arrihet një komunikim i suksesshëm për përbërjen e qeverisë së re, atëherë nuk do të pritet afati i fundit kohor për formimin e saj, i cili është 26 tetori. Në një konferencë për media të mbajtur në serinë e lëvizjes vetvendosje, Kurti njoftoi se tashmë ka nisur një numërim mbrapsht drejt krijimit të qeverisë Kurti 3. Unë tregova se kur është afati i fundit për mbajtjen e seancës së fundit dhe thash që është 26 tetor. Tash po numërojmë të poshtë dhe vura theksin tek 15 ditëshe deri me 26 tetor. Nëse konsiderojmë që do të kemi komunikim të suksesshëm, ne nuk e presim 26 tetorin. Komunikimi dhe biseda që do të zhvillojmë janë ato që do ta përbëjnë qeverinë e re të Republikës Kurti 3 dhe nuk mund të flas më shumë në këtë fazë, ka thënë Kurti. Kryeministri në detyrë gjithashtu foli për zgjedhjet lokale në Mitrovic, duke ngritur shqetësime për atë që e cilësoi si propagandë organizuar në favor të kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës.